Këtë vit keni patur fatin të dilni dhe në revistën e famshme Forbes në Amerikë me Daily Superhair, që mund ta marrim dhe kemi këtu. Një nga suplementet më të rëndësishme për ne gratë, në momentin që na bien flokët, për rigjenerimin e flokëve, për rënjen, për forcimin e tyre. Si u arrit kjo? Kjo ishte ajo që shija mbi tort. Si mundej që Forbes pikërisht ta piketonte dhe të... Të them të drejtën, do t'rregoj një ndolli shumë të vogël kur e morëm lajmin. Nga Amerika na bën një telefonat dhe njëra nga vajzat normalisht nuk ma thanë mua, nuk e mora unë këtë telefonat, por njëra nga vajzat e stafit. Dhe në momentin që asaj ja komunikuan, e filloj të qante. Unë normalisht u trondita se thash çfarë ka. Shkova dhe i thash kujtova se mos kishte ndodhur ndonjë diçka nga familja, edhe ajo nuk arrinte dot më jepte përgjigje. Në një moment pasaj në lotësh më tha Teut, produkti Daily Superhair është shfaqur tek Forbesi. Ishte një kënaqësi e madhe dhe unë ndjeva shumë e lumtur, pasi për mua jo vetëm që ishte lajm i mirë, po kuptova se sa e rëndësishme është Onova. E do dhe stafi. Patjetër. Kjo ishte gjëja që më kënaqi më tepër se sa lajmi i Forbesit.